për të mirën e një partie tjetër siç është PDK, do të thotë aty ka, dhe duhet të reflektojnë se koha është që LDK, për shembull si parti politike, të hap betejën apo kompeticion, do kisha thënë, të mirëqen për të fuqizuar meritokracinë në asaj. Do të thotë në nivelet të cilat dikur i kishte organizative, siç është aktivi në Dega dhe qendra, do thotë ato tani më nuk ekzistojnë. Aktivi nuk ekzistojnë fare, në Dega do të thotë vendosen njerëz me anë të telefonit, pa ndonjë aktivitet politik. Dhe kjo çon deri tek tkurrja e partisë, dhe do të thoja do kisha fol në një rast tjetër më thellë në lidhje me këtë. Po me që jemi tek kjo, me që jemi tek kjo çështje që ma sot bisedën në këtë prizëm, a është i mundur skenari që kemi një shkëmbim të vendeve mes Lumia Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit, pra Abdigjiku shkojnë presidencë, Osmani kthehet dhe merr LDK-n, sepse ka qarkulluar ditët e fundit nga disa prej zërave mediatik në Prishtinë. Pra një koalicion që Kurti lëshon presidencën për Abdigjikun dhe rrjedhimisht Vjosa Osmani rikthehet dhe merr LDK-n. Për ju është i mundur ky skenar? Po, nuk do kisha thënë se s'është i mundur ky skenar. Ky skenar do të thotë nuk e nënvlerëson pastaj apo nuk e çet në asnjë pozitë defensive partinë e vetëvendosjes, nuk i prish asnjë gjë punë, do të thotë mendoj që është diçka që mund të ndodhë. Në momentin që mund t'i prish vetëvendosjes interesin e saj partijak, ajo është e pamundur. Do të thotë gjithmonë kalkulimet çka ofrohet nga vetëvendosja gjithmonë janë, nëse nuk është 100% në llogaritë e vetëvendosjes, ajo nuk ndodh. Dhe këtë mund ta testojmë, do të thotë, me Partinë Demokratike të Kosovës. Si ka mundësi që vetëvendosja asnjëherë nuk parafrohet me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është një rrjedhë e Partisë Demokratike të Kosovës. Njerëzit të cilët formuan vetëvendosjen janë njerëz të cilët dolën nga PDK-ja. Do thotë ideologjikisht dhe idealet e tyre do ishin shumë të parafruta në kuptim real, por ajo nuk afrohet sepse nuk ka terren për të fituar me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është konservative dhe ka të vendosur votuesit, do thotë janë të damë në kuptimin kundër vetëvendosjes pro PDK-s, po ashtu vetëvendosja ka të njëjtin sistem të operimit kundër apo pro. Dhe këtë operimin e saj vetëvendosje gjen vetëm tek LDK, e cila tani nuk ka qenë aftë reflektoj apo spaku të filloj të merr guximin dhe të hap, do të thotë, terrenin e kompeticionit brenda LDK-s, sepse ky guxim i ka munguar duke menduar që mund të çojnë deri në përçamjet. Në fakt, do të thotë, është një thënie tek ne këtu populli gjarpit, kur mundoheshmi t'i mshehesh në shtëpi, ata nuk zhduken po shumohen. Dhe problemet vinë ashtu, rriten kështu në këtë Partinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pse më tu fol kaq për Lidhjen Demokratike të Kosovës, mendova shkurt dhe do flas shumë në detaje pastaj edhe për emra të përveçëm në një mundësi tjetër kismet. Kush janë ata persona të cilat po e çojnë brenda LDK-n drejt, do të thotë, drejt zhdukjes së saj, do t'i përmend me emra dhe do t'i argumentojmë ata. Por sot do të thoja këtë, po flas këtë sepse LDK-ja kishte vizion shtetëror, i cili përmbante brenda vetës edhe planifikimin në rajon për siguri. Këtë mund ta gjejmë për shembull në simbolika, se edhe ne kur flasim me shkronja me numra, ato janë simbole, siç janë flamurat. Ne në Lidhjen Demokratike të ideatorit doktor Ibrahim Rugova ke pas flamurin e partisë LDK-s, e ke pas flamurin e Dardanisë, flamurin e Kosovës, flamurin e Dardanisë. Dhe ne dim ku janë territorët e Dardanisë, nuk janë Kosovën e tanishme. Dhe kjo është një proces simbolik. Me simbol tregon
të tregon se ka keme shku. Me këtë parti keme punu për këtë shtet, me konsideru, me shtetëzu, me forcu shtetin e Kosovës dhe pastaj kemi shku me bo influencën tonë në shtetin e Dardanis, që ka territor aty ku mund aty ku po shohim Maqedoninë që po qohen për gjuhë, aty ku po shohim që po largohen shqiptarët sistematikisht nga serbët në territoret të Serbisë, aty ku ka probleme jashtë Shqipërisë të shqiptarëve në rajonin tonë të Ballkanit. Dhe vizioni është shumë i qartë për ata që dojmë lexu. Po në fakt tani mos leximi drejt i këtij vizioni dhe mos marrja e përgjegjësisë e ka kthyer qëllimin në objektiv. Është i njëjti, do të thotë problem si shtet që kemi edhe partia e LDK-s do të thotë e ka përzin këtë aspekt objektivin edhe qëllimin. Do të kisha thënë, në herën tjetër do të shpalosim më detaje njerëzit të cilët influencojnë dhe do të thotë kryesisht kryejnë shërbime për Partinë Demokratike të Kosovës për gjatë reprezentimit të tyre në Lirën Demokratike të Kosovës. Patjetër që do ta diskutojmë me kënaqësi. Zoti Gaxheli, për të ardhur në situatën rajonale ballkanike, Kosova nëse do ishte në një moment ndoshta më të mirë me qeveri të fortë, institucione të forta demokratike, ndoshta mundet kishte përfituar nga kjo ambulli, jo vetëm globale, por edhe rajonale aty pasi pak ditë më parë të dielën Viktor Orban, sponsorizuesi i madh i Vučićit dhe i Mickovskit, pra po flasim për boshtin në Budapest, Beograd, Shkup, u këput pas humbjes së tij, edhe Vučić ndodhet në pozita ndoshta më të pafavorshme të mundshme, si brenda nga presioni nga protestat, me të ardhmen të pasigurt, por edhe jashtë pa mbështetje. Gjithë kjo pra duket sikur nuk është përkthyer mirë në Prishtinë për të përfituar. Po tani mendimi im është qofsha i gabuar, por mendimi është se pasardhësi i Orban tani ky është emocionalisht më i ftohtë në aspektin politik mes Hungarisë dhe Serbisë. Do thotë nuk ka emocionet të cilat i kishte lideri paraprak për Patën edhe një gricje të vogël sapo zgjodh, pasi Vučić inicioi butalliqe deklarata që kishte një afrimitet pra për një skenar të mundshëm midis Orbanit dhe Vučićit. Po Orban dhe Vučić kishin lidhje emocionale politike në mosvete. Do të thotë Orban ata është përfaqësuar edhe nga aspekti i EU-s, Bashkimit Evropian, do të thotë. Ai ishte do të thotë kundër Bashkimit Evropian dhe më shumë nacionalizëm, më shumë autonomi për shtetin e Hungarisë dhe më pak do të thotë heqja autonomisë së Hungarisë për drejt Bashkimit Evropian. Dhe kjo pastaj reflektonte në aspektin e marrëdhënieve politike emocionale mes Orban dhe Vučić. Tani ky tjetri që po vije tani, ky se ka atë emocion, ky është i drejtuar ka drejtim tek Bashkimi Evropian, e don një bashkim evropian dhe do të thotë funksionimi i tij do të rrjedhë sipas politikave që vijnë nga Brukseli dhe do të jetë i respektueshëm dhe do të punojë në atë drejtim në forcimin e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht do kisha thënë së fundmi kemi lajme që Evropa po vije drejt tek do të thotë përfundimi i mendimit që do të kemi një NATO të Evropës. Është kjo të cilën e kam thënë së paku 3 vite më herët, se para se të vije zotri Trump në krye, se Evropa duhet të marrë përgjegjësinë e saj në NATO, që do të thotë të udhëheqë vetë NATO-n, sepse NATO është ide e cila është krijuar për me majtë sigurinë e Evropës. Nuk është ide që të majë sigurinë e Amerikës. Dhe shtetet e Evropës do të marrin këtë përgjegjësi dhe kanë filluar tani ta marrin këtë përgjegjësi, këtë rol me rëndësi më të madhe duke parë rrezikun rus gjithnjë dhe duke reflektuar karshi saj. Dhe do të thotë Rusia, forca e Rusisë do të ndihmojë shtetet e Evropës që të vinë në bashkëpunim në mosvete. Do të sa më i egër që të jetë Rusi, shtetet e EU-ja, Bashkimi Evropian do të jetë më i fortë. Dhe këtë tani mund ta shohim edhe me rastin e Hungarisë dhe pastaj edhe me vendet e tjera, të cilat
kohë pas kohe do të reflektojnë. Sa i përket do thot në lidhjes me Kosovën, me presidentin, me udhëheqësin e ri në Hungari, se si do të reflektoj kjo, është një mundësi shumë e mirë për Kosovën drejt Bashkimit Evropian, sepse nuk